Nga një korriku ka hyrë në fuqi vendimi për shtrenjtimin e biletave të transportit publik urban në Prishtinë. Nga Komuna e Prishtinës thanë se ky vendim ka përcaktuar tarifa më të favorshme për qytetarët për kategoritë ditore, javore dhe mujore. Këtë vendim të komunës e kundërshtoi asamblistja e lëvizjes vetëvendosje Leonora Bajraktari Shabani. Kuptohet që ky vendim Komuna e Prishtinës e ka marrë kryen veti, pa e diskutu edhe me qytetarët në dëgjime publike, por gjithashtu pa e diskutu edhe në kuvendin komunal. Lëvizja vetëvendosje është kundër këtij vendimi, për arsye se drejt për drejt preket qytetari. Gjatë zgjedhjeve, në fakt edhe PDK-ja dhe LDK-ja kanë ofru transport falas për shumë kategori, po gjithashtu edhe kanë bë promovimin e transportit publik. Po në fakt, ta vetëm e kanë bë një punë që është trajtimi i transportit publik për qytetarët. Lëvizja vetëvendosje kuptohet që do të bëjë të pamundërën për me ngritë si çështje në kuvendin komunal, për arsye se ky vendim është marrë kryen veti nga qeverisja lokale në krye me kryetarin Përparim Rama. Andaj shtrejtimi nëse e shohim si koncept, nëse i referohemi arsyeshmërisë kryeqytetit në fazën e digitalizimit edhe në fazën ku është duke ndryshuar komplet qasja e trafikut urban ndaj qytetit, atëherë edhe kjo bilet themi 50 cent ka ndryshuar në kuletën digjitale. Rëndësia e shfrytëzimit të digitalizimit edhe kuletës në këtë rast në trafikun urban, bashkëdhëzimit të operatorit publik edhe trafikut urban në një tënësi, ka rëndësinë e saj të veçantë. Nëse mbesim me kostot njëjta dhe nëse mundohemi me mos me ndryshu varësisht për ndryshimet që po ndodhen edhe ekonomisë që kemi sot, atëherë kemi problemin që nuk do të krijojmë një trafik urban të qëndrueshëm dhe ky projekt do të dështon rrugës. Andaj krejtojnë bë për me kriju një qëndrueshmëri në trafikun urban. Të vërtetën do ja them, nuk është e lehtë se trajtimi i punëtorëve dhe rrogave nuk po ecë. Dhe nuk di çfarë baza është bën, po e rënë po m'duket. Unë mendoj se përgjithësi popullata, qytetarët kanë vretje, me siguri kanë vretje se është trajtimi i lartë. Rrogat e ulta, tarna pak, papunësi e madhe edhe sigurisht se kanë vretje. Drejtësia e komunës ka marrë vendim decisiv, pa u konsultu me qytetarët, pa bë me shërbim civil, a bën as bën me bëhet çajtim. Mendoj se vretje e madhe, unë personalisht kam vretje pse me rrita çmim. Nuk është normale. Unë mendoj si është vlerësim i qelluar, sepse çdo gjë është shtrejtuar edhe kjo nuk është fare çmimi ekstrem. Mos i komuna e ka vendosur atë është në rregull.